Prandaj të dashur miq, lexoni, mësohuni me lexu një faqe me lexu në ditë, tu pi kafe, mbylleni telefonin, thuni vetës gjysore telefonin s'ka me hap. Edhe kështu filloni edhe nëse bjerë, vetëm që se bjerë zilja, unë zakonisht nuk I hapi zile që ka vinë prej WhatsAppit, se nuk janë urgjente. Po që se vjen një zilë, një cingrimi telefonit prej numrit normal, që është me pakes, atëherë mund të hapni, se ndoshta me siguri dikush ka ndonjë urgjent. Prandaj po ju them, mbylleni telefonin gjysore dhe merrni lexoni. Sikurse që është adhurim, vepër adhurimi, sikurse që është falja e namazit, dhënia e bamirësisë, shkuarja në haxh, dhënia e zekatit, të urdhërojmë në punë të mira, të ndihmojmë të varfërve, të udhëtarëve, të gjitha këto këshilla që na jep Zoti, këto janë vepra adhurimi. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, na ka thënë se veprat e adhurimit janë 70 lloje. Prej më të mirave, prej adhurimit më të mirë është namazi, me I ranë sejdë Zotit. Pyete veten kur të ka ra ky balli jot në tokë. Është shumë e vështirë ti përulesh dikujt. Prandaj mundohu që ti përulesh vetëm Allahu. Po unë s'po di, ka edhe kjo zgjedhje. Në kanalin tim në YouTube, Iqbale Huduti, aty e keni në playlist shkoni namazi, 15 epizoda nga 30, 40, 50 minuta tregojnë se si ta krijojmë shpirtin adhurues. Se nëse na e falim namazin vetëm si rutinë, hajtë se gjyshja jeme ka falë, filoni e ka falë, atëherë na nuk kemi arrit kur gjo, sepse ajo na bëhet vetëm rutinë. Prandaj, prej 70 ibadeteve që Zoti na ka përmend në Kur'an, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ibadeti më I mirë është adhurimi, namazi. Ndërto përmendet edhe ibadeti numër 1 është leximi. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Fjala e parë që ka zbrit është ikre, lexo. Po çka me lexu? Me lexu në emër të Zotit. Pse në emër të Zotit? Sepse profeti Muhammed, dërguari I Allahut, na mëson se çdo punë që fillon me bismillah është e kryer. Prandaj gjithmonë duhet ta dim se përveç adhurimeve tjera, leximi është shumë I rëndësishëm. Për shembull, sot me boni vepër të mirë, që shpon pijet një gotë ujë, e s'ka kush me ma pru, se ndoshta luanin e ka zonë gjuni, që po bojnë me këto raketat të, mos është nej futbolistik, nej loj, për që ata pesho dhe ma pakët. Jo mirë që. Dhe me marrë një gotë ujë ka shumë punë, du të me shku të lavapjata, me marrë ujin, gotën, që me gjetë një të pastër, me pru. Si ka Skënderbek. Faleminderit, mashallah dhe juve. Dhe pra me marrë një gotë ujë edhe me pru deri këtu është shumë sevap. Mirë po shikoni edhe ka punë. Mirë po shikoni, vetëm ulesh, përpara e të qitë kafën, telefonin larg vetës, edhe mundohuni vetëm 30 minuta në ditë. Dhe ata në mëngjes herët. Nëse keme shku në punë, praktikoje qëse je ngrit nëra 6 e derisa je ba gati për me shku në punë nëra 7, ngritu edhe 15 minuta në 6 edhe merë lexo, ose duke shku në autobus, ose duke lexu
përmes telefonit, e tjera, sepse jetë u bo vepër adhurimi. Është një thonje e imamëve të Ehli Bejtit, nëse një person, faleminderit Luan, bëni tap shpërndane, nëse një person vdes duke shkuar për të marrë dituri, ai person thot ai person më falni si jam të shpërnda, do të shkoj drejt e në xhenet. Në botën islame, sidomos në Republikën Islamike të Iranit, kur kam qenë, atje rinia martohen herët. Si ta kryejnë shkollën e mesme, madje disa edhe në shkollë të mesme, por si ta kryejnë shkollën e mesme, në fakultet vitin e parë, dytë martohen rinia, sepse kanë ma pak kushte dhe kanë ma shumë siguri që mos të gabojnë edhe të bëjnë gjëna amoraliteti, sepse atje amoraliteti numërohet si kurvëri dhe dënohet me ligj. Prandaj është një zgjedhje shumë e mirë që martohen rinia, dhe nëse lindet fëmija, normal darsmat bëhen e gjitha këto, mirë po nuk është sikurse te na është martu nusja edhe me djalin edhe tash krejt një rend tjetër i jetës. Jo, e kundërta na nuk duhet rinis me ju përzi në këtë çështje, nuk duhet me i kqyr adetet, adetet kqyren një muj dit, 4 të shtune këtu në Prishtinë kanë pas të martën, 4 të marte, 4 të shtune, si për vdekje, si për darsma, mblidhen hjalla, teze, dajat, send, shoqënia shkonja bajnë për hajrë, masi martohet çifti i ri, edhe vetësit, pra kaq, pra. Prandaj edhe në botën islame, kur martohen dy të ri, aty Zoti thot unë dërgoj bereqet edhe dashuri, e rris dashurin në mes të dy të rinjeve. Sepse kur martohen ka pak ma shumë siguri, e kur janë në lidhje të gjata, atër fillojnë të pengojnë janë i tjetërit dhe kështu që sidomos autoriteti i vajzës, edhe i djalit njësoj bie shumë rand. Emrah, Luan, këshyre që të emrahin, apo kushke, po, hiqën e pakës, ja po na unë mute, qëta që afurin fjallë të ndryta, përveç mutës, ju lutëm, bajani edhe blok. Prandaj, gjyshet nëse nusja metët shtatzon, pra vjehra e nonës dhe e djalit, nga ona djalit dhe vjehra nga ona e vajzës, ato grinden me zveti kush do të shikoj, kush do të mirët me këshyrjen, me kujdesin e fëmijëve, sepse e kanë sevapin si të studentit. Pra thamë, nëse një student shkon në punë, shkon në shkollim për të marrë dituri, nëse vdes rrugës, ai e ka një prej llojit të shahidave në xhennet.